Mishe Thua me Nedin dhe Joridën. Mirë se erdhe prap në Mishe Thua. Faleminderit që je këtu me neve. Edhe herën e kaluar kemi folur për ato djelbrat e vogla që po prishin punën në vreshtin ton edhe në marrëdhënien ton. Edhe sot të vazhdojmë të folur për këto gjë. Do flasim për disa gabime edhe më të thellë që pa kuptuar mund të hyjnë në martesë, mund të lejojmë ato djelbrat, të hyjnë edhe të shkatërrojnë gjëra. Janë gjëra jo vetëm teorike, por do flasim edhe nga jeta jonë, se si ata bëjnë punën në tyre. Po, sepse e vërteta është që ne të gjithë hasim ato sfidat. Nuk jemi duke vetëm folur për ty, po jemi edhe duke folur për vetveten, apo jo? Po. Shu le të shikojmë bashkë. Po, realitetin është që martesa nuk ndryshon nga vetvetiu. Ne duhet të marrim gjërat seriozisht, të investojmë edhe të rregullojmë disa gjëra. Edhe kjo është qëllimi jon. Tani gabimi i parë që kemi menduar për sot është mbajtja fort pas kontrollit. Nuk e di si është për ty, por e vërteta është që unë mund të jem qik control freak. Do shta e kemi të gjithë këto gjë në jetën tona. Nuk stash gjë. Le të imagjinojmë një situatë që do shta mund të jetë tipike. Nedi punon gjithë ditën, ajo është i lodhur, i stresuar, do shta është i stresuar për finansat, sepse ai thot, nëse unë nuk e baj finansat, kush e di çfarë do të dot. Do arrim një pikë që është gjë serioze? Është gjë shumë serioze, sepse ti e thot, ja, po kjo është përgjegjësia ime, unë do jem ministrin e finansave, edhe do të baj fort. Në fakt, ai mund të vendos për shpensimet, ai do të vendos për investimet, ai do të vendos edhe për pushimet, nëse ka gjerur një kokë lek për pushime. Edhe ai thot, kjo është përgjegjësia ime edhe do të bëj punën e mirë. Po, bëhem i stresuar. Bëhet i stresuar për finansat. Po. Sepse je duke menduar, por nëse s'kemi mjaft, si do mendojnë njerëzit e tjerët për neve. Edhe do shta duket si një përgjegjësi, por donjëherë edhe është përgjegjësi, unë mendoj që është edhe përgjegjësi me finansat, por edhe mund të jetë nga frika që ne e bajmë aq shumë kontroll. Si mendon? Nga ana tjetër, Jorida mund të jetë edhe stres. Duket sikur zëri i saj nuk ka më pesh. Çfarë rol ka mund? Thot, ja, unë do të tregoj që edhe unë jam e rëndësishme, edhe unë kam diçka për të thënë, do dëgjoj mënyrën e saj, ndoshta me manipulim, Çfarë thua? Ndoshta me kritikat, me ankesat, ndoshta me krahasime, por mund të bëhet si luftë, por nuk është qëllimi ynë që kemi hyrë në luftë me njëri tjetrin, duke luftuar për kontroll, por janë ca gjëra të tjera që na shtyn. Kur erdhëm në Shqipëri, njerëzit ishin shumë shpejt për të na treguar që burri është koka. Por gruaja është qafa. E kemi të gjuar shumë herë, po për në fakt nuk na shërbej shumë mirë nëse jemi në konkurrencë midis kush ka më shumë forcë, kush ka më shumë kontroll. Kjo nuk është sfida për marrëdhënien tonë. Ne duhet të flasim bashkë për si të realizojmë, si të jetojmë jetën së bashku. Po. Edhe te fjalët e urta thot, ki besim tek Zoti me gjithë zemër. Kontrolli i tepërt në martesë shpeshherë tregon mungesa e besimit në radhë të parë ndaj Perëndis, por edhe mungesa e besimit për partneri. Në martesë, siguria krijohet duke mbajtur gjithçka në dorë, duke kontrolluar gjithçka, por duke ndarë barën së bashku. Po, në fakt neve na është dashur të flasim shumë herë, të jemi të shinqertë dhe të hapur me njëri tjetrin, të arrijmë të marrim konkluzione edhe të gjejmë mundësit për vendime të mira së bashku, jo vetëm njeri nga neve.
Edhe kemi dërtuar besim tek njëri tjetrin, sepse pa besim në marrëdhënien tonë, në fakt nuk kemi shumë marrëdhënie, sepse kjo është baza e marrëdhënies tonë, që duhet të besojmë tek njëri tjetrin, edhe patjetër tek Zoti. Po. Kështu në martesë kur ne fillojmë të lëshojmë kontrollin, edhe të vendosim besim tek Perëndia edhe tek njëri tjetrin, tek martesa jon, atëherë mund të filloj të lullëzoj martesën tonë. Kështu lësho kontrollin. Mos mbaj fort te kontrolli, se është një gabim edhe ato dhe pra të fillojnë të hanë tek rënjet e vreshtit tonë. Po, gabimi tjetër është që ne shumë letë jetojmë si individ edhe jo si partner me njëri tjetrin. Ky është një fenomen shumë i zakonshëm sot. Fatkeqësisht. Dy njerëz punojnë shumë, ata kujdesen për fëmijët, ata pagojnë faturat, edhe përjetojnë paralelisht. Nuk kam lidhje intime. Jemi bërë roommates. Po, roommates, jo bashkëshorte dhe bashkëshorte. Por nuk është vetëm roommates, nuk është vetëm shokdhome në martesë. Edhe akoma më shumë kur kemi fëmijë të vegjël, jeta bëhet edhe jeta e përditshme bëhet me shumë shpejtësi, një shpejtësi të lartë. Po, është një vrull. Po, është një vrull që nuk duket sikur nuk mbaron kur. Edhe nëse mbaroj me ca gjëra dhe kam pak kohë të lirë, unë dua me time, dua kohë për veten. Po, sepse ti ke nevojë për kohë për veta, po jo. Është vërtet, është vërtet. Kur jemi partner, nuk jemi koleg në punë. Jo, nuk jemi në konkurrencë me njëri tjetrin. Një burr ka thënë një herë, ne nuk sihemi pothuajse fare, por edhe nuk flasim më. Në fakt unë mendoj më mirë të flasim çik më shumë, edhe le të sihemi dhe pak, se pak në kemi një marrëdhënie atje. Të mos jemi individ të ndryshme. Dhe do shta kjo është me sa konshme si që ne mendojmë, edhe është shumë e trishtueshme. Mos humbasim lidhjen midis neve. E vërtet, vërtet. Biblia thot tek Predikuesi 4:9 thot, 2 janë më mirë se 1. Edhe ne kemi përjetuar këtë gjë. Po. Kur jemi lidhur bashk, kur funksionojmë si një skuadër, si një ekip, jeta është shumë më e kënaqshme. Po. Edhe është Zoti që na bashkon. Martesa nuk është vetëm bashkëjetesë. Nuk është thjesht jemi shokdhome, është një beslidhje, kemi folur për këtë. Është diçka shumë intime, shumë e shenjtë. Është një lidhje shumë e fortë. Ti ju ndje pjesa ime. Dhe unë të përkas ty. Çfarë do bëj? Ku do shkoj pa ty? Ti ne jemi pjesë e njëri tjetrit. Kjo është shumë e rëndësishme. Përpara meje, unë mendoj për ty. Kjo është beslidhje. Me pëlqen kjo gjë. Kjo është partneriteti. Po, në një shembull shumë praktike. Unë shkoj në kuzhinë për të marrë diçka nga frigoriferi. Unë kam uri, unë kam etje. Por ndaloj pak dhe them, o Judit, ke nevojë për diçka, do diçka për të pirë, do diçka për të ngrënë. Faleminderit që më pyete. Po. Faleminderit, jo faleminderit, ose po. Por unë mendoj për ty. Po. Edhe unë ndihem e vlerësuar. Shumë bukur është. Në fakt është janë gjërat e vogla që bën një ndryshim. Edhe kemi takuar një çift dhe ata na thanë që kemi vendosur që shtonat do të pyesim njëri tjetrin. Çfarë janë 3 gjërat e bukura që ka ndodhur sot? Edhe çfarë ishte një gjë që ishte vështirë? Edhe e kam bërë si sakon në marrëdhënien atyre. Po. Edhe jo me gjykim. Po. Vetëm me dëgjim. Po. Edhe në fund të kohës, ose pas disa javësh, ata thanë, ndihemi sërish si një ekip. Gjëra të vogla që
e bëri që ekipi i tyre ishte forcuar shumë. Po, edhe në fakt, edhe në podcast të tjerët kemi folur goxha për rëndësinë të jemi një ekip të fortë së bashku. Edhe kjo është një gjë që ne kemi shumë përsemër. Nuk jemi vetëm punën që duhet të bëjmë së bashku, por jemi një ekip dhe jemi lidhur shumë ngushtë me njëri tjetrin. Duhet të dajmë djenjat me njëri tjetrin, duhet të pyesim njëri tjetrin, duhet të jemi, ashtu si kemi folur edhe përpara, të vazhdojmë të jemi kurios për njëri tjetrin, të dërtojmë ajo që jemi ne të dy, jo vetëm unë. Unë këtu, ti andej, por jemi duke vazhduar bashk. Unë, ti, ne. Po. Ne ndajmë barën e njëri tjetrit. Kjo është martesa. Po. Shumë bukur. Një dhelë për një gabim tjetër shumë e zakonshme që edhe dëmton martesën është të largohemi nga njëri tjetrit në vend që të ndryshohemi bashk. Tani, çfarë dua të them me këtë? Ndryshimi është i pashmangshëm në jetë. Po, shumë e vërtet. Pyetja është, a do të na forcoj të ndryshimet, apo do të na ndajë nga njëri tjetri në çift? Po, sepse realitetin është që gjatë viteve ndryshojmë. Kemi ndryshuar, në fakt një grua tha, unë u martova me një çun që ishte shumë trim, ishte shumë i qiltër, por tani është bërë shumë serios. Edhe ai burri thoshte, po ashtu isha, por pastaj kur u martuam, mora një përgjegjësi e madh, edhe kam ndryshuar. Edhe kjo është realitetin. Të gjithë kemi ndryshuar gjatë jetës tonë martësore, apo jo? Edhe asnjë nga ata nuk kishin gabim, ishte një ndryshim që kishte ndodhur. Jo, quhet efekti martesës. Po. Martesa na ndryshon, na zhvillon, na bën punën e vet. Kam lexuar diçka shumë interesante nga një person që quhet Richard Needham. Ai ka thënë diçka interesante që jam shumë dakord me atë. Ai tha, nuk martohesh me një person, martohesh me 3. Po. Herësi. Martohesh me personin që ti mendon që është, martohesh me personin që është në të vërtetë, edhe martohesh me personin që do të bëhet. Interesante, ky është fakt në fakt. Martesa është një rrugëtim ku unë zbuloj kush unë jam, kush ti je, edhe ne ecim së bashku në jetë përpara, duke zbuluar gjëra të reja, duke mësuar, duke u rritur vazhdimisht. Po. Është më bukur kur ne bëjmë së bashku, edhe lejojmë ato gjëra të na bashkojnë. Ne rritemi së bashku. Unë shikoj ndryshimet në ti. Edhe jam shumë i lumtur me këto. Po, faleminderit. Unë mendoj që gjatë viteve kemi ndryshuar goxha, sepse jeta ashtuan, jeta na ndryshon edhe më shumë kur erdhen fëmijët në jetë, sepse unë mendoj që unë përpara isha shumë guximtare, nuk mendova shumë, isha spontane. Po. Kurse kur u bëra nën, u bërë me shumë frikasake. Qa ndodhi me atë jurid? Po, nuk e di, por mendoja ato përgjegjësinë që djeva që kam për fëmijët, tani nuk jam duke jetuar vetëm për veten time dhe mund të bëj çfarë të dua unë, por unë e kam kuptuar që ka pasoja edhe për të tjerët me sjelljet që unë jam duke bërë. Edhe kjo ka bërë një ndryshim goxha e madh në jetën time. E vërtet. Po. Problemi nuk është që ne ndryshojmë. Problemi është që kur nuk jemi të përgatitur për këto ndryshimet, edhe kur nuk mbështesim njëri tjetrin në ato ndryshimet. Puna ime është të ndihmoj që të bësh versioni më i mirë i vetes. Unë dua që Jurida të jetë Jurida super Jurida. Edhe kjo kërkon kohë, por do edhe mbështetjen time. Pse të konkurroj me ata, ose të kem xhelozi, ose të jem i kërcënuar nga zhvillimi i saj. Unë dua që Jurida të bëhet personi më i mirë që mund të jetë. Shumë mirë, kjo është gjë e mirë. Po mendoj që nuk do të ishte shumë i kënaqur nëse unë do isha Juridën që isha përpara 30 vitesh. Oh, bo. Do ishte çik e trishtueshme, apo jo?
Sepse mendoj që kemi ndryshuar edhe kemi ndryshuar për të mirën, shpresoj. Më e sepse kemi mençur, më e bukur, më e urtë, faleminderit, shumë faleminderit. më e përmbajtur. Do shta kemi mësuar disa gjëra. Po si ndjesh tani, çfarë mendon për 30 vitet të ardhmen? A je gati për një aventurë që ne bashkë mund të ecim përpara dhe të zbulojmë gjëra të reja, të ndryshojmë? Edhe 30 vite me duket shumë, por e bukur është sepse provoja ime është që edhe ato ndryshimet që kanë qenë për të mirën tonë, edhe kemi ecur së bashku, nuk kemi luftuar këto ndryshimet. Edhe por e kemi marrë si pjesë e jetës tonë, edhe kjo është ajo që mendoj që edhe forcon edhe martesën tonë, që jemi gati edhe me ndryshimet të vogla ose të medaja, bashkë jemi duke ecur. Jam i lumtur që mund të plakem bashkë me ty. Rofsh. Po, tani një gabim tjetër që edhe na vjen shumë të natyrshme, është që ato rregullat që ne kishim në familjen time, nuk e flas për këto gjërat, vetëm e baj ato rregullat. Pa folur. Edhe realitetin është që kur ti shkel një nga ato rregullat që ishin si pak të shenjtë në familjen time, çfarë do të? Unë reagoj. E vërtet. Edhe ti thot, çfarë gabim bëra? Çfarë do ti? Çfarë është kjo? Sepse nuk ti ka shpjeguar. Sepse një gjë që ishte shumë e fortë në familjen time është mos je përtac. Tani unë nuk jam duke thënë që ti je përtac, por tek familjen ime ishte do punosh, s'kemi nevojë për pushime, do punoj. Po. Edhe kur unë qetësohem pak, kur unë shtrihem, del shtriga. Çfarë po bën ti? Ndonjëherë s'kuptoj reagimi, por kur kemi forur, kemi kuptuar që unë kam shkelur një nga rregullat të shenjta nga shtëpia jote, nga familja jote. Nuk ishim folur për këtë gjë, por e zbulojmë me kohë, edhe është mirë të flasim për këto gjëra. Çfarë janë ca rregullat të tjerët që mund të kemi, që sjellim me veten në martesë? Mos u sumur. Çfarë do bëjmë? Stres, panik. Edhe mërzitje, edhe trishtim, edhe ndoshta zemërim. Pse vajte atje u smure tani? Pse pive ujë të ftohtë ka frigoriferin? Frik, në fakt, por është një rregull i pashkruar në familjen tonë. Kur mos u smur, nuk është mirë, është keq, është e frikshme. Edhe reagojmë. Ose një gjë tjetër mund të jetë që mos na turpiro. Mos tregon njerëzit që kemi çik vështirësi financiare në familjen tonë tani. Familja është shenjtë. Sepse çfarë do mendojnë ata? Edhe riurt. Ato gjërat brenda 4 mure nuk tregojmë jashtë. Kujdes. Është donjëherë ne jemi duke menduar që kjo është njësoj në familjen tënde, si ka qenë në familjen time, dhe prandaj kemi të lashe. Edhe kur ti fillosh të flasësh çik hapur me njerëzit për situatën e familjes tonë, them, çfarë është duke bërë? Na turpiro. Po këtë rregull, babi e ka fjalën e fundit. Mos e kundërshto. Mos pyet me. Mos e pyet. Po. Kur e shkelim këtë, sa reagon. Ti nuk më respekton, ti më ke fyr, ti s'kupton që unë jam babi, unë jam autoritetin. Ku i kam mësuar, i kam marrë nga shtëpia ime. Edhe kur ti shkel atë, ose kur fëmijët e shkelin, bum, reagimi fort. Duhet të flasim për këto gjëra. Është shumë e rëndësishme, është e shëndetshme, se nuk është që mund të jenë ca gjëra që janë gabim, jo të shëndetshme, por çfarë duam ne në martesën tonë, çfarë duam ne të jenë rregullat, edhe të flasim për këto, jo të jenë të pashpjeguara, por të jenë të qarta. Unë kam edhe një gjë tjetër që kam menduar. Tani mos çaj sepse je burr. Tregoj fort. Mos qaj, mos tregoj emocionet. Mos tregoj emocionet.
Se është shenjë dobësie. Është shenjë dobësie, por në fakt unë nuk mendoj që është shenjë dobësie. Unë mendoj që është shumë e bukur kur edhe një burr mund të tregojë çik emocionet e tij. Edhe do shta donjëherë jemi duke vajtur në marteset tona për shkak që jemi rritur me ato idenë që burrat do jenë të fortë. Por jo vetëm burrat, edhe shpesh vajzat, femrat e kanë të njëjtën gjë, janë rritur në këtë me këtë rregull, me këtë ligj, mos qaj, mos trego që je dobët. Po. E vërtet. Po, jo, janë shumë gjërat e tilla. Pastaj kur ne vim bashkë, kur ne martohemi, kemi ato përplasjet, për shkak që ne nuk e kuptojmë pse ti reagon ashtu, ose pse këto gjërat janë aq të rëndësishme për mua. Edhe atëherë është shumë e rëndësishme që ne ulemi, bisedojmë, edhe flasim, edhe themi, mirë, si ka qenë në familjen tënde? Si jeni marrë me këto gjërat? Që të jemi të hapur, jo për të sharë njëri tjetrin, jo për të gjykuar, por të vendosim si duam neve të jetojmë në familjen tonë. E vërtet, kjo është një nga hapat, se Biblia thot, martesa na ndihmon të mësojmë gjëra të reja për veten, edhe të fillojmë të vlerësojmë njëri tjetrin në ato ndryshimet që kemi. Këtu në përmbyllje, kemi folur për disa dhelpra të tjerë, disa gabime shumë të zakonshme, por të thella. Ndoshta ti kuptove diçka në martesën tënde, në jetën tënde, edhe ke vendosur, unë do të marrë një hap. Ne kemi zakone, ne kemi modele që kemi mësuar, gjëra të natyrshme, por çfarë mund të bëjmë me ato? Ja, kjo është pyetje e mirë, sepse mos vazhdojmë vetëm për shkak që tradita, të vazhdojmë traditën, por të ulemi të bisedojmë dhe shikojmë çfarë janë ato gjërat që ne mund të bëjmë ndryshe. Sepse modelet me vërtet mund të ndryshojnë, edhe realitetin është që ne sot jemi duke jetuar jetën ndoshta ndryshe si kanë jetuar prindrit tanë, edhe por ne jemi duke dhënë modelin fëmijët tanë. Edhe si çfarë dëshira jonë që ne duam të influencojmë jetët e tyre. Çfarë shembull duam të japim neve atyre? Edhe le të jetë ligji i dashurisë që na drejton. Fryma e Perëndis vet thot te Kolosianëve, mbi të gjitha vishni dashurinë, që është lidhja e përsosmërisë. Jeta ka sfida. Po, ka shumë sfida. Do bëjmë gabime. Patjetër. Do të dëmtoj martesa me gjëra të vogla, por dashuria të mbuloj një sër mëkatesh. Kështu sfida e javës për ty. Ndoshta do të provosh një nga këto gjëra. Bëj një vendim të përbashkët në martesë. Jo vetëm si individ, edhe të informosh, unë kam bërë këtë gabim ose të vendim, unë kam vendosur këto gjëra. Bëni së bashku. Po, flisni së bashku. Po. Ndoshta edhe mund të flisni për një ndryshim që po dohet me ty gjatë kësaj kohe. Ndoshta ti e shikoj që janë disa gjëra që me vërtet po ndryshon në jetën tënde. Tregoje tjetrin. Flisni për këto gjë. Çfarë do të thënë ka këto gjë? Ndoshta sapo keni lindur një fëmijë. Çfarë ndryshim ka bërë këto gjë në marrëdhënien midis ju të dy? Është shumë e rëndësishme që të merrni vesh me njëri tjetrin. Ose gjatë konfliktit, thoni njëri tjetrit, nuk dua të fitoj. S'kam nevojë të mbaj kontroll në këtë situatë. Le ta ndajmë bashkë përgjegjësinë. Unë dua të kuptoj. Më trego çfarë është këmbështrimi yt, çfarë është nevoja jote. Ta gjejmë një zgjidhje bashkë. Po. Le të ndërtojmë një basament të fuqishme që mund të ndërtojmë gjithë jetën martësore mbi këto gjë, që të me vërtet të kemi besim tek njëri tjetrin, të mos përpiqemi të kontrollojmë njëri tjetrin, të barojmë ato punën, ajo konkurenca midis qafës dhe kokës, por të jemi bashk si një ekip, si një skuadër të fortë. Faleminderit shumë që ishit bashkë me neve sot, sepse me vërtet janë shumë gjëra që edhe neve jemi akoma duke mësuar, edhe duam të ju frymësojmë të themi ato ndryshimet e vogla bëjnë një ndryshim shumë e madh në martesën tonë. Që sot ju bekoft në këto punë
të përgjithshme që po bëjmë për të ndërtuar martesat tona të forta. Shihemi herë tjetër në Mishet tua. Mirupafshim. Mirupafshim. Për të parë çdo episod, mjafton të bëni subscribe në YouTube, në kanalin Mishet Thua.